Qez shpërndarje u vjen në ndihmë konsumatorëve duke shtuar mundësitë e pagesës së faturës së energjisë. Për të shmangur çdo vështirësi në pagesën e kësaj fature, kompania bën të ditur për qytetarët se tashmë ekzistojnë disa rrugë për të paguar faturën. Kështu përveç se në pikat e kujdesit ndaj klientit, qytetarët mund të paguajnë faturën dhe në pikat e postës si në çdo sportel të bankave të nivelit të dytë. Një gjë e tillë do t'i mundësojë qytetarëve të menaxhojnë kohën dhe të mos presin në radhët e gjata. Gjithashtu pagesa mund të bëhet edhe në filialet e çdo banke të nivelit të dytë. Mjafton që klientët të paraqiten atje dhe të bëjnë likuidimin tek llogaritë që shpërndarje ka me këto banka. Gjithashtu, në mënyrë tjetër është edhe tek posta shqiptare, që është e shtrirë edhe në zonat rurale kryesisht për të mbuluar këto zona. Ato operojnë dhe me argëtar të lëvizshëm, që shkojnë në fshatra ku shpërndajnë faturën, bëjnë dhe aktimin e kësaj fature të energjisë elektrike. Kohët e fundit për të përmirësuar shërbimet e klientit në lidhje me pagesën e faturës që mos krijohen dhe debitorë, është bërë e mundur edhe shërbime në lidhje me bankat gjithmonë në bashkëpunim me ta, e cila bën likuidimin direkt të pagesës nga llogaria e klientit që ai ka me bankën tek llogaritë që shpërndahet. Mjafton që klienti paraqitet në bankë të plotësojë një formular. Ndërkaq Qez shpërndarje u bën thirrje të gjithë debitorëve se nëse vijojnë të mos i paguajnë faturat e energjisë, do të përballen me masa të ashpra, sikurse është ndërprerja e energjisë deri tek konfiskimi i pasurive përmes zyrave të përmbarimit privat. Në fillim, në momentin që ai nuk likuidon faturën brenda afatit caktuar 030 ditë që quhet, njoftohet me një njoftim nga ana jonë që të likuidojë sa më shpejt detyrimin, sepse ngarkohet me kamatdhonesa për çdo ditë. Në rast se përsëri nuk kemi reagim nga ky klient, atëherë dërgohet për ndërprerje të energjisë elektrike nga grupet e gatshme që operojnë në gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe rastet kur ky abonent përsëri nuk kemi reagim, nuk ka likuiduar pagesën, në bashkëpunim edhe me studie ligjore të jashtme, por edhe nga departamenti përkatës që ne kemi brenda strukturës tonë, abonenti dërgohet në gjykatë edhe raste kalon në përmbarues privat, të cilët bëjnë bllokime llogarisë së tij ose të aseteve të mundshme pronë të paluajtshme që ai ka. Qez njofton gjithashtu se pikat e kujdesit ndaj klientit do të jenë të hapura dhe gjatë ditëve të festave, në periudhën e fundit të muajit kur përkon dhe me krijimin e radhëve të gjata të konsumatorëve. Sipas informacionit nga kjo kompani, nëse klienti zgjedh të paguajë faturën e energjisë tek bankat apo në postë, duhet të ruajë faturën e pagesës.